Na kemë sankcione, sepse na s'ka ditë mishit ka uzën të në drejt. Dhe kush s'ka ditë? S'ka ditë Albin Kurti. Sepse u bëryt para se më shku atje. Që njerë më së bërët dhe ta afrohesh atje. Kur ta afrohesh krye punën, edhe më së bërët heq. Dhe krye punën edhe mishtë maj për mështë. Qashtë është, mos bëm për tirë, bravo. A keni net me edhe në taku me ashim thoshin para luftës edhe pas luftës? Po mëre, ashim thoshin para luftës, a e kon shok i gjenatës, kem nejta, e shtu kon e njef shumë, a e kon forum rinor bashkë me mu. Pa kon litë kë ashimi, po? Po mëre, e ka pas tentu më bon dhe kretar. Kretar. E su kon pas bon. U pas bon për një kohë, kon po jashtë leshë, ose jashtë statutit, dhe e kanë pas rëdu prapë, edhe gjatë luftës jemi taku, edhe pas luftës jemi taku, unë jemi këndë në zyre tina. Kemi në gjohë në ashimi mirë, ata e më gjemë mu. Këtë problemin e kam po se familjet tona njën në nësë vete, njëm edhe familjen edhe prej ardhen, e dim edhe kush u konë bobe, babgjyshi jeme, babgjyshi tije, unë i kam dojtë e babgjyshit mbroj. Dojtë e babgjyshit tem i kam mbroj. Mbroj? Po bashkë mbroj. Në më për nga që po? Dojtë e vetë mbroj. Më dojtë ka shalë, e kena ata janë thashë, për ne kemë shalë. Se unë dy fise e mbroj. Me Sami Lishtokun, generalin, ki raportet mira? Po, unë kom posë gjithë raportet mira me Samin, ne nuk nga ka ndo politika me Sami Lishtokun. Sepse a i ka posë, e ka do shtoj berojgjëm, nëse Edhe a i ka qenë kunder komunikatës? Jo, kunder, po e ka nënshkru, i vetë minjeri pari që ka nënshkru kunder komunikatës dhe ka orë konflikt me shtafën e përgjishëm, o Samia. Bravo. Jam e rëtën të adërgjit. Dhe unë e falenderoj, ka im shku e falenderoj, zëtë edhe djetë të gjithë kohën e falenderoj, sepse në atë kohë kënë këgja problem. Me nënshkru, me dollë kundër shtafë i përgjithshëm, ose kundër një komunikatë shtafë i përgjithshëm. Dhe tash ishte edhe një komunikatë e numër 45 dhe me keshë të kja, jo me imi këqyrë. Po, para se me kalu aty, dhe me thonë, Sami Lishtoku nuk diskutuat që ka qenë luftari i urve të para të ushtrisë ligjëtare të Kosovës, bashkë me ty, se ti ka shkëshje për mena, është ashtu ajo? Po, e vërteta o. Po, se një avokat, dhe me thonë që i kena posë para 2 javë, ka orë ka thonë që kush më thëtë mu që e ka po Sami Lishtokun qëftë edhe një urë në luftë, në front të luftës, unë e thamë të kundërtën, dhe me thonë, dhe me këpibje kjo që A i the kjo unë jëmë kontrëproje Samis, ata ka problemet me zveti dhe ato problemet me zveti që i kanë, ato e në qështë e ty në spëzina, në problemet që nuk jam, unë e treti nuk inë problemet kërkuj. E vërdet, po, a i nuk unë me ditë më misë të ti. Po, të spjegoj une. Në vitin 1993 është kryu aksioni në të rruga të rejnë në Drenas. Edhe ka bu Sami Lishtoku me shokve. Bravo. Në vitin 1993. Samia u këthy për lufte, në luftë për Gjermanie, mas i vroa Adebi. Dhe unë me Samin e në shku në prekaz, dikun ka 28 marsa, nuk e di sa u konë, po Ademi u vroa me 5, ta një den 7-8 që në bovarrimit, ata e kanë mojtë pomën minhen të rifatit, 5-6 dit, 3-4 ditë të sot, dhe në bo bashkë në ordë, Shqipni, për Shqipni, dikun, në Drenis kanë rritë dikun sigurisht me 20, se disë të do dhe mars, ose 23-4. Të një dhe disa ditë kanë e aty, po unë, Muslik Geci, Afrim Geci, Sajt Jashari, jena njësë pej Likurci, me shku në prekaz. Edhe, jena në olë në kryshef se ka një nipë, Samia, edhe i këta shosh njën dentist, njën të më kë, edhe jena në olë aty, ke mongër dark, edhe që aty ka jek fotografinë e Ibrahim Gozë, ka po fish ka shti kaptar. Samia? Po, dhe më thonë është problemi që, e jo vetëm aty, po në periuda Drenicës, është bo luft me fotografitë Ibrahim Gozë. Ka pos plak që ka thot kallë krejt shpinë se kur s'kini mjek. Dhe kjo ka qenë ajo që Omelekeja e ka pru. Ajo Omelekeja që dhe më në organizata marxist-leniniste. Ata, sepse, është edhe një problem qytetërisht që duhet studim. Qëre, këta komunistat dhe majtisat, këta livduhen që e kanë rrugë Shqipnin. Po në kuën e nacionalistave Shqipnia ka pos 74.000 km katëror. 74.000 km. Në Kosovën, në vilajetin e Kosovës, që u konë bashkë me Shqipnin atë ku, janë hopë gjitha shkolla. Ernest Kolishi, një nacionalist, i ka hopë gjitha shkolla. Dhe tash, janë udhët që ne duhet me studiu, cilat janë udhët, për shembull. Është udha e Leninit, e Morësit e Engilsit, e Titës e Enver Hoxhës, e Fadil Hoxhës,
e Dušan Mogoshe e Miladin Popoviqit, dhe janë udhë e Mitat Frashit, Gjafer Deves, Shaba Pëlluzhes, Mehmet Gadiqës, Ibrahim Rëgovës, Adem Jasharit, Zahir Pajezitit e Sali Qekut, që të ndohën udhë. Dhe tash, na jena në qëtë udhën e Mitat Frashit, na jena në qëtë udhën e Gjafer Deves, Shaba Pëlluzhes, Mehmet Gadiqës, Bajraktarit Lahushës, Adem Jasharit, Sali Qekut, Ibrahim Rëgovës, e Zahir Pajezitit. Edhe ata janë në udhën e Enver Hoxhës, Dušan Mogoshës, Titës, Miladin Popoviqit, tash që në prish, Fadil Hoxhës, tash që në prish në mje veti, unë nuk kam vaj, po den 49 në Shqipni, edhe në Kosovë, edhe në Jugosllavi, është piskot Tito, Enver, Stalin. Den 49, Tito, Enver, Stalin, edhe një parullë kam që të shkrune 1946 në Shqipni. Në ndihmove Tito që të arrim lirin. Në të tani ata dojnë, nacionalista mënën me dojnë jeni titista. Po çfarë titista mënë? Në kam vyt titër, e ka vro krejt familjen, në ka prejmë, në ka shkatru krejt, kur shkollas në ka lo. Dash këta dojnë, dhe më dhu këta marxistat, kur u prishën Enver Hoxha me Titën, këta nuk ju prish për Kosovë. Stalinin ju prish. Këta në thojnë për Kosovë. Çfarë Kosovë? Për Stalinin. Ai Stalini u kon pas Tita u kon pas prish me Stalinin, këta u bënë me Stalinin në shoqin Titën. Kush e shek këtë emision mund me thonë e qysh nga negeci të mëllë shok edhe me ki mirë me Samir Ishtokun me ashimin ju? Po në kukose, të athet diçka ka shkruar Samia ka nënshkru kundër komunikatës. E vërtet? E tash, qysh me konën edhe me aton që e ka shkru komunikatën edhe me këto që e ka kundërshtu. Dhe më thonë, sigur t'je që... Ta me konë, Samia vetë më bujna. Ja duhet me konë ato që ka shkru shak, ja me këto që e ka kundërshtu. E ke spigu shumë herë në për studiet televizive, për të unë se ke thonë mas njerë. Pse në konë shpe Kadri Veseli edhe që më thonë që dolmi në temë fillim që thamë ato. Se e lam si në gjysë, bësa. Kom pas spjegu, sepse këtë probleme të komunikata. Ata rëkona zemsylla, ata të qenë suko zemsylla, ja zemsylla, ja Recep Selimi, ja që më tha që tani Milajm Zeka, ja suko kë, po kë, i ka thok kë kështu, dhe ju zbulu e vërteta, dhe më thonë ta shove me vërteta, u dalë në televizion, në komuna me i ka sojna që a thonë duka gjithë, apo mund me i. S'po mund me i ka soj që a thonë për para prokurorës, së në i kësë këmë thonë, kush ka shkruar komunikatën? Për mi ditë nuk ka shkruar komunikatën, nuk dalë me konë janë atje në shtab përgjithshëm, më bo antari shtabit, tani me dalë më bo gani ketë, e tani me shkru kundër veti. Nuk s'ku mujtë, ata e kanë ditë, ata që në konë shtab. Ata po flasin për një tjetët, që po thujnë ata, cila ma vërtet ata. Ata e në konë nëtë të te, pas e konë? Jënë konë nëtë jetu lagecit, nuk në konë, për nëtë jetu lagecit, edhe aty, ata shtë dhe ma herët, kemi diskutu këtë qëtë qështë që e diskutua që ta shtu. As një prezje, as një pik, nuk ka pos qëtu.